Në vazhdon e protestave që po vijojnë më shumë se prej një jave kundër politikës së vjetër, kryeministri Edi Rama ka reaguar jo ndaj shqetësimeve të protestuesve, por ndaj pankartave dhe memeve. Përmes një postimi në Facebook, kryeministri i Shqipërisë ka ndarë disa prej pankartave më pikante, duke treguar se mes thirrjeve për dorëheqje dhe kundërshtimit ndaj projektit në Zvërnec, ajo që ka tërhequr më shumë kryeministrit vëmendjen e tij duket se ka qenë krimtaria e qytetarëve të shpalosur në pankarta që mbajnë në protestë. Kreu i qeverisë nuk i kurseu komplimentet për autorët e memeve, duke pranuar se disa prej tyre i kanë pëlqyer sa do donte t'i publikonte, por sipas tij disa prej tyre janë të nxehta për t'u postuar, pa shkaktuar keqkuptime të reja. Rroft mememania, shkroi kryeministri Edi Rama, teksa e cilësoi protestën si një revolucion imagjinar të flamingove, por njëkohësisht vlerësoi humorin dhe fantazinë e protestuesve të cilët po japin materiale rrjeteve sociale sesa qetësi qeverisë. Jashtë Facebook, protesta vazhdon. Kundërshtimi ndaj projektit ka hyrë në ditën e 8, ndërsa tubimet janë zhvilluar në Tiranë, por edhe në qytete të tjera të vendit. Mbrëmjen e së dielës, qytetarët u mblodhën në sheshin Skënderbej dhe marshuan drejt kryeministrisë, ku nuk munguan thirrjet kundër qeverisë dhe kërkesat për largimin e kryeministrit Edi Rama dhe kryedemokratit Sali Berisha, mes pankartave, sloganeve dhe ironive që kanë mbushur rrugët në këto protesta, duke se betejë mes protestuesve dhe kryeministrit po zhvillohet aq në shesh sa edhe në rrjetet sociale.